Çdo 16 prill, shumë qytetarë të Kosovës rikthehen në Koks për të kujtuar eksodin e 99-s, ku gjetën mikpritjen, bujarinë dhe zemrën e hapur për ta. Në një simbolik të veçantë, qindra qytetarë nga Kosova edhe në 26 vjetorin e eksodit 99 kanë kaluar kufirin Kosovë-Shqipëri për të mbërritur në Koks. Këtë vit, për fat të keq, nuk ka pasur ashtu siç ka pasur viteve të tjera, por me kalimin e viteve, siç duket, edhe kjo çështje po harrohet. Kryetari i shoqatës Eksod 99, Mustafa Kryeziu, edhe këtë vit padyshim se ishte në Koks për të ringritur ashtu siç e quanin mediat në kohën e vitit 1999, e i cili atë botu cilësua si vend i mikpritjes dhe humanizmit shqiptar. Në qaste shumë emocionuese, veçanërisht ata të cilët kanë përjetuar dhe kanë qëndruar në Kosovë gjatë asaj periudhe, sa të dhimbshme, me shumë sakrifica, por edhe të lavdishme, që të gjithë duhet të ndjehemi krenar, dhe këto ngjarje historike të asaj lufte të drejtë të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe të gjitha ato sakrifica që u bën veres pas veresi, me një krenari të veçantë, sot gëzojmë lirinë, sot jemi këtu për të përkujtuar gjitha ato ngjarje dhe për të mos i harruar kurrë. Koksi, si çdo qytet tjetër, por në rrethana dhe në momente të veçanta e tregoj veten, jo rastisht u nominu për çmimin Nobel dhe jo rastisht ne si kosovar e shpallëm qytet të Bashkimit Kombëtar, edhe me të vërtetë po vërteton dita ditës se meriton gjitha të epitet. Veçanërisht vlera më e madhe e kupsianëve dhe e hasit, e tropujës pa dallu asnjë për tjetrën, dha kontributin ashtu si duhet dhënë vllau apo motër për vëllain apo në sjelltas. Për vlerësuar sakrificën, mundin dhe gjakun e trëndë të QK-s, luftëtarëve të QK-s, por njëkohësisht edhe për të falendëruar gjithë qytetarët e Koksit për mikpritjen që u bëri vëllezërve tanë kosovar. Një ditë e mbushur me plot aktivitete dhe për të përkujtuar sakrificat nga sipas e lëvizjes së popullit kosovar në trojet shqiptare për shkak të genocidit serb, për shkak të luftës dhe vuajtjeve pafund që kanë pasur në regjimin serb. Unë dua të falenderoj gjithë luftëtarët e UÇK-s, të cilët ishin iniciatorë për të bërë të mundur ardhmën e lirisë në trojet shqiptare, shqipfolëse në Kosovë. Po kështu, u hap edhe ekspozita me foto që lidhen me prillin e 99-s, ngritja në shenjë kujtimi e për masakrat e viteve 1998-99, po edhe këtë vit si më parë për pritjen e tyre në Koks dhe koncertin festiv në qendër të qytetit, ishin disa nga aktivitetet që ju kushtuan për kushtimit të eksodit 99. Sot 26 vite më duken si sot më ka ndodhur. Unë e plagostën, motrën më kanë myt, edhe 6 fëmijë janë të plagostën, 13 e 2 motrës. Na erdhen vllazit tonë shqiptar. Faleminderit shumë për tyne, mirëpritjen që ne kanë bë, s'do ta harrojna kurrë, çdo vit vina. Edhe do të vina deri kur të vdesëm. Si harrojna kurrë mirëpritjen e tyne. Pritja në eksodin e parë që kanë hyrë refugjatët, këtu ka qenë shumë pritje shumë madhështore për këtë rajonin të Shqipërisë, i kanë transferuar për këtë Shqipërinë, i kanë larguar nga Koksi, se ka qenë Koksi ngarkuar përmes gjysmë milioni popullat. Eksodi për neve është i gjallë që me përkujtu gjeneratave të reja, të cilat vinë në tarmen, që ka qenë një ndër eksodi më i madh në rajonin e Ballkanit. Edhe për çata duhet sa më shumë me përkujtu gjeneratat e reja që me konë gjithë të përkujtuam këtë eksod që kanë ndodhur në Ballkan. Dhe ato më jek pa kufi, sot i kam shaja dorë që ma kanë këthuj shpirtin. Kam qenë për qelë që i ushtrisë njërëmtare, kam aranë prit, qoja edhe jumë burgos për pushkatim. Gjoja që kom nejt me Adem Jasharën, me Hamz Jasharën dhe edhe vërtet ishtë që isha
dhonër rrityne. Edhe njefsha Ademja Sharën, Shabanin i kumpi 2 cigare me ta ma kur kam shku veç në varrim. Edhe motra e ime, Sahetja Sharit ja ka la rrobat. Do me thonë edhe i kina marrë dikur ka 2.000 a 3.000 të lagjës jasharave i kina srehu të ma gjallë të mi kushnicës. Kjo simbolizon krenaria jonë, që jemi gjallë dhe këtu kemi marrë lojmet më të mirat për familje, këtu kemi marrë të gjitha dhonat që jemi gjallë, këtu kemi ditë që ku jemi dhe kush jemi. Unë ishëm në burg, na dhe ishin lojme, jo jënë vra, jo jënë ekë dhe mandej, edhe ta kanë ditë që jonë jam i vram, po mas ndej mas 6 mujve kemi ditë që jemi gjallë, jemi taku. Këtut e kam edhe foton unë kull dhe jem krenar shumë që është ajo atë dhe jem krenar që kam fëmin edhe kreqejo janë gjallë dhe jem bashku me të në të mirë. Në vitin 1999, Koksi u kthye në portën e shpëtimit për mbi 1 milion shqiptar të Kosovës, të cilët u dhunuan nga territori serb sa herë vije kjo datë, tek shumë familje ringritën kujtimet për atë kohë plot trishtime.